Na vllaznit kur ka qenë pyetje futbolli, I kemi lënë të gjitha punë tonë, edhe aty baba nuk është pajtu shumë shpesh. Na kemi qenë shumë vllazën, edhe po sigurisht kom qenë i dëgjueshëm. Unë e di që nuk kemi... Na vllaznit kur ka qenë pyetje futbolli, I kemi lënë të gjitha punë tonë, edhe aty baba nuk është pajtu shumë shpesh. Si krejt të thuaj, që e kam pas në të kohë. Prindët mi vazhdimisht kanë insistu që ne të gjithë shkollohemi, të studiojmë, të kryejmë studime. Kjo ka qenë e rëndësishme dhe ajo pjesa sportive ka qenë e lidhur kur na punë me që veprimtaria ku unë vi është kryesore, ajo pjesa bujqësore e kultivimit të vreshtave, sepse edhe familja jonë ka pas vreshta dhe na kur punonin në për vreshta, kur ishte në pyetje ndeshja e futbollit apo ndonjë lojë, ndonjë garë, na I lënim të gjitha punë dhe ajo ishte momenti kur prindët nuk u pajtoheshin dhe na vazhdimisht I ikshim disi me vllazërit, por po them megjithatë janë kujtime të cilet nuk harrohen, por prindët vazhdimisht ajo ndoshta tash me që më provokut, edhe që më dha mas shumë është unë kam 2 fëmijë dhe si trajner kom qenë shumë aktiv dhe kur punoni si trajner, atëherë gjaja më e vështirë është rritja e fëmijëve. Unë nuk kom bërim me I pa se si rriten 2 fëmijët e mi, Dea dhe Agoni, edhe atyre disi ju kom borxhe më shumë. Si trajner nuk kom bri me I pa, sepse tash janë të rritun, Agoni është studime në Amerikë, Dea ka kryer arkitekturën, po unë nuk më kujtohet fëminia e ty. Edhe ajo pjesa që mas shumë ti ndoshta më pengon, sepse të jesh trajner, do të vazhdimisht me ekipje, vazhdimisht je në grumbullime, kur I qunim si karantim në izolim, madje ishin gara në kampionat shumë tensionuese dhe duhet me pranu që fëmijët nuk kom bërim me I pa se si rritin. Shumë sakrificë, zotëri Sokoli, kur ndalesh me mendu. Ju ndoshta keni qenë çdo herë prezente, keni pas prindrit afër si fëmijë, ndërsa sot jeta dinamike, puna, dashnia e madhe për profesionin, edhe po sakrificën vete, as që don për shkrim. Jo, këtë e thash për gjeneratat të reja të cilët do të merren me këtë profesion, duhet me ditë që përkushtimi për familje është pjesa kryesore dhe nëse ju merrni profesionin e trajnerit, atëherë ju duhet jetoni 24 orë me ekipin, me klubin, me sfidat të cilet janë të lloj-llojshme.